Debati vazhdon. Me gjërat përpara Karamuça, një fillimisht me ju. Një gjë ka reflektuar, them unë, që s'ka lidhje me protestën, me thelbin e protestës, pasi për këtë do flasim edhe pak më vonë. Reflektimi i institucioneve, për shembull ajo që ndodh pikat kufitare, fakti që një moment caktuar shteti u kujtua që shikon, nuk ka lidhje thjesht me to, por ka lidhje që këtu po fusin duart, po përdoret një protestë gjenuinën që ndin ndoshta në mënyrë të natyrshme, po përdoret për arsye të tjera të caktuara. Dhe këtu prap nuk i referohem atyre segmenteve të majta liberale, deri diku sorosiane që e përdoren për arsye të tjera, kuptohet ishte agenda kundër Donald Trumpit. Po flas. Vazhdojnë sot e kësaj dite. Vazhdojnë sot e kësaj dite. Po flas, ata kanë agjendë tjetër, nuk kanë lidhje me ne, kanë lidhje me Trumpin dhe me mbjemrin e tij në investim. Po flas për segmentet e tjera, të cilat temi u duk ashiqare që kishën dorë, spaku i Iranit u duk ashiqare që kishën dorë. Segmentet vendeve të caktuara që s'kanë interes posaçëm për që ne të jemi mirë, edhe kjo u pa ashiqare. Pra le të themi, ka pati, mendoj që ka pati një reflektim nga këto organe ligjzbatuese në këtë drejtim, pasi këtu u duk sikur është bërë hand pa porta. Atëherë, sidomos në dy protestat e fundit që ishin shumë masive, shfazuar në kohë në rreth 2 javë, u vure kishte një trup të shëndetshme, të sinqert, me problemet dhe hallet e përditshmërisë që kishin vajtur, janë pastaj OJF-t, po t'i them si grupime, OJF-t, të cilët edhe ato kanë kauzat e tyre, dhe pastaj në një perimetër mund të them që ka edhe grupe të tjera që mund t'jenë edhe politike, mund t'jenë edhe fetare, mund t'jenë edhe me ndikime beninje ose malinje. Janë dy format. Beninje në kuptimin që unë vi dhe mbështes një protestë paqësore demokratike. Malinje është që unë vi dhe dua që këtë protestë ta kapitalizoj në një nga kauzat e mia dhe ka mundësi ta bëj të dhunshme, ka mundësi ta bëj destabilizuese, sepse ajo është interesi im. Por grupimi ai i shëndoshi është kthyer një grupim autoimun. Pra që nuk lejon edhe distancimi nga dhuna, distancimi nga shkatrimi komisariateve tjerë, dhuna ndaj policëve, ishte pjesë e këtij mesazhi që shikoj ju mund të rini atë. Se kam dëgjuar fort këtë mesazh, kemi Miguelin këtu. Unë i kam dëgjuar dhe më zbër shumë qefi. Domethënë, sepse ne që i kemi përjetuar në 37-ën, e kemi fobi kur shikojmë një xham të thyer në komisariat, një policë plagosur edhe një derë të rrëzuar. I kemi fobi këto. Edhe nuk dëm që kjo të ndodhë. Dhe ky ka qenë një mesazh shumë i mirë, të paktën për të trup që po flas. Qytetarët, OJF-t, pra shoqëria civile e tjerë. Ata që normalisht e prezantuan paqësore këtë në fillim, që u futën të tjerë në lojë, rryma të ndryshme, patjetër, që ka akoma thirrje në rrjetet sociale edhe në grupet e WhatsApp-it që të djegin kryeministrin, patjetër që ka. Për këto po merren masa. Unë i bëj thirrje kryeministit të vendit që duhet të deklasifikojë urgjentisht disa nga këto komunikime, disa nga këto dokumenta, të cilat janë tashmë në institucionet tona, për të parë anën e errët të këtyre grupeve, jo të protestës, të këtyre grupeve. Për këto po flas. Po pra, ti deklasifikoj, ti thotë ja kush janë. Po para se ta bëj këtë, duhet që të çojë disa veta para përgjegjësisë. Ato kthimet mbrapsht në kufi, nuk janë vetëm që ti po vjen protestë, jo do të kthej. Jo, nuk është ashtu. Jo, nuk është aq naive. Njëri prej tyre është person me interes. Tani dëgjoj. Unë jetoj pjesë e një komuniteti profesorësh, njerëz të ligjit, njerëz inteligjencës, njerëz të institucioneve të tjera të sigurisë kombëtare, që kemi pak më shumë informacion. Nuk janë thjesht për një narrativ ose një arsye ose një argument që ktheu se tipo vjen protestë. Asnjë s'ka ndodhur. Kanë ardhur me qindra autobus, me avion, në rrugë toksore, me mira vetë kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë ikur, askujt nuk i është thënë që shiko ti nuk hyn dot territorin tim se. Jo, ka një tjetër element të sigurisë kombëtare që shikohet dhe ai është i cënushëm, pa ty të bërë një individ që nuk do të vish në të territor. Ose edhe është formë edhe e paralajmërimi. Që kujdes, sepse siç vepron shteti jon këtu, vepron edhe në shtetet e tjera në rajon. I di shumë mirë ka profilet, ka lidhjet, ka financimet ku merren, ku s'merren, dhe për këtë arsye mban një qendrim. Por të them, janë të paralajmëruar me kohë, në mënyrë të vazhdueshme, mos të them me vite, disa nga këta individ, që kujdes kur hyrin në territorin shqiptar. Dhe kjo është faqja jonë, kjo është lëkura jonë e shtetit. Se themi që s'ka shtet, ka. Për çdo njeri, edhe për një person i cili del në protestë, hyp ato shkallët dhe flet për akte terroriste, për antisemite, thirrje këto, edhe që del në rrjetet sociale. Thirret nga ana institucioneve tona, mund ta shpjegosh të deklaratë çfarë është?
Ka ndodhur kjo? Të gjithë. Ka ndodhur kjo, thoni ju? Patjetër që ka ndodhur. Edhe vazhdon të ndodh. Edhe kur kërcënohet, edhe kur thuhet do hym kryeministri, do hym tu, do hym aty. Merren të gjithë thirrën. Kaq mund të bëj shteti. Pra i paralajmëron, nëse ti vazhdon më tej, se deri aty është mendim kriminal, nuk dënohet. Nëse ti vazhdon pastaj në një plan, fillon jetë përgjegjësi penale. Dhe nëse ti e zbaton pastaj ikën burg e kush e di kur del nga burgu. Por kjo është ana e errët e kësaj gjëje. Mirë, dakor. Pra që unë nuk dua ta shikoj. Unë do të shikoj të protestë, e cila vazhdon për ditë, që të reflektojnë edhe institucionet, edhe të ketë një lloj impakti, se për çfarë u ngritën këta 40 ditë. Në fund ditës ore për çfarë? Pra çfarë fitoi kjo protestë? Çfarë fituan këta qytetarë? Kjo ka të bëjë me reflektimin që shohim. Por elementet sigurisë që ne jemi dhe unë vin të studio dhe flas, ato janë dhe do mbeten prerogativ në çdo kohë. Që nga dita parë ne kemi thënë për Iranin. E di çu bëm as i thamë për Iranin ditën e parë? Ne s'po thoshim që Irani ishte në protestë. Ne po thonim që Irani filloi, amplifikoi menjëherë një fushat dezinformuese në të gjithë botën. Jo, në protestë doli se iku ajo gruaja që u shpall non grada, çfarë ishte? Po mirë, dakord, ato ishin efekte kolaterale, janë pjesë e kësaj. Flasin për ata që ato turistët që erdhën me pasaportë. Po që po them këtë, dhe çfarë u bë në rrjetet sociale? Se i kemi vojtur njësoj disa prej këtu në panel. Keni vujt ca pjesë kanë vujt parë. Sepse erdhi një gazetar i CNN-it përpara ca ditësh, dhe ai ka marrë çmimin Pulitzer në Amerikë sepse bëri një shkrim për herë të parë, u njoh bota, për ushtrit trollers të rusëve që bënin në rrjetet sociale. Po këtu kush i bën? Që sapo ti flet për një orë 1500 komente, dhe ti shikon janë gjitha falso? Çfarë bëhet? Kush e bën këtë? Janë disa dhe që janë shtuar. Prit. Jo, prit. Kush është teknika? Se të futën njerë me libër shtëpia. Albatros, kush është teknika trollers? Pra ti është teknika e trenit, e lokomotivës, pra ti futesh me fake, bën 200 komente dhe ai mbrapa që është një njeri normal, thotë, se pas kanë shart, tash ai dhe unë këtë maskara, pse futet në frymë ajo pastaj. Dhe kjo është taktikë e gabuar. Kështu gjuhë e gabuar, është qëllimsh. Gjuhë e urrëties. Jo, për këta që shkojnë mbrapa. Gjuhë e urrëties nuk i shërben askujt. Për çarje, për çfarë? Ne hodhëm këto gardet e Zvërnecit, edhe po vendosim gardet mes Tiranës, po ndaj kujt? Shumë e bukur. Edhe kjo në fakt këtu ka, edhe mendoj që edhe protestat qytetare duhet të kenë reflektim vetëm te kjo pjesa, mendoj unë. Se s'besoj që pas 40 ditëve dhe ju se keni kuptuar që ka të tjerë që kanë dashur ta ose kanë tentuar ta keq orientojnë, keq drejtojnë, ta keq përdorin të protestë. Shiko, ne duhet... Dhe këtu si referohem Berishës me thënë drejtën, po referohem këtyre elementeve të tjerë. Ne duhet jemi koshient për diçka. Ajo protest është një lum i madh që mbledh gjithë prejnët të cilët i përbaskojnë mesazhet e asaj proteste. Që do të thotë, ka grupe diverse, mua kam veçuar një slogan që ishte shumë interesant, që shpjegonte dhe filozofinë dhe temi të atij sheshi, që bashk derisa dorëheqja të na ndaj. Që do të thotë, me shumë mundësi, mbas arritjes së objektivit, me shumë mundësi aty njerëzit do e gjejnë diversitetin midis tyre shumë të theksuar. Ty vërtet mendoni që Rama do japë dorë? Do të ndroni bashkë për i kohë gjatë. Bashkë përjetësisht. Aq sa është e rëndësishme. Por nuk ose shpallën e sultanëve, ju Bimradën e. Nuk e Bimradën e që në fund tjetër. Ta siguroj unë që shumë shpejt do e lesh edhe ti Rama. Përjetësisht nuk e... Po kjo është çështje kohe. Më shpejt ikën ti nga... Gjithkush prej tyre. Shiko. Po fatkeqësi për ty nuk është edhe një fatkeqësi për mua. Tani, duhet kuptojmë diçka, që ka 40 ditë aty. Ka njerëz që mendojnë se zgjidhet në një mënyrë, ka njerëz që zgjidhet me forume, me... Universiteti nuk është fuqi, është pikërisht pika e doptë e kësaj ligje. Po më lërta, në demokraci protestor. Se protesta në vetvete nuk prodhon kur gjo, nëse nuk del një kryeministër në ardhje. Unë akoma po e pres në shoh kryeministrin në ardhje nga televizje. Duhet ketë një kryeministër në ardhje, një pretendent. Për masivitet, po duhet jetë një për masivitet, dhe për qëndrueshmëri, kjo është protesta më e suksesshme. Tani ne jemi duke i referuar protestës më të suksesshme në tranzicionin e vendit. Nuk mundet ti po thoni si do për masivitet dhe për qëndrueshmëri për masivitet dhe qëndrueshmëri, kjo është më e suksesshme. Nëse pretendenti jo ne burri mirë, është ai përgjigjëm nuk është rastësisht më e suksesshme. Më e suksesshme është sepse adreson problematika të Albin Kurti është direkt Albatrosin e ke. Edhe njërë që të kthejmë tek dhuna. Të gjitha ty besojnë që dhuna nuk është zgjidhje.
Absolutisht që dikush mund të ndjehet i frustruar, i nervozuar, i lodhur, Se nuk e hoqet atë arkivolin atë ditë. Por në çdo rast, ne mbase ndryshe nga ju që policojeni, ne nuk policojmë kënd aty, s'kemi as bodyguard, as nuk keqim, as nuk shtoj njeri. Aty gjithkush vjen me vullnetin e lirë dhe me kreativitetin e vetë për ta shprehur. Nëse nuk keti një mekanizëm politik, tabela ishte shoqëruar vdekje politike. Pra, nëse se kupton metaforën, tani, atëherë. Për me dhënë dorëheqje, se pranonit komunikonin me të. Pse do të dhënë dorëheqje, Edi Rama? Sepse ai mund të ketë reflektuar atë kërkesën. Për shembull, jam dakord me Foli për punën atij mjekut, komplet sistemi shëndetësor është gjendje alarmi. Zoti Balla, pi dakord unë. Po duhet flasë kryeministri. Patjetër pra, pse do të flasë kryeministri është gjendje alarmi sistemi. Nuk duhet, domethënë, po fakti që kryeministri e përmend tregon që kryeministri është i vëdijshëm. Ata themu ti një gjë tjetër për shembull, si e shikoj unë. Si e shikoj unë. Për shembull, ku duhet një protestë qytetare, si kjo që të paktën është në shtëpia për momentin, në bulevard nuk është më, po unë besoj që është në shtëpia. Po dhe në bulevard është. Po të shësi ka është shtëpia, më është më mirë që është në shtëpi dhe po pret. është më mirë që është në shtëpi dhe po pret. Pse? Ky sistem, ne nuk mund të futemi në Bashkimin Evropian me këtë sistem politik që kemi sot. Kjo është pak po e sigurt. Nëse ti krijon, dhe Sara nuk ke kupton se nuk e ka me Sarë, nuk e ka me Sarë, nuk e ka me ty Sarë. Pra dhe ti e protestuesi i shtëpisë. Po s'mbleni ju mu. Nuk mbleni unë mund të bëj protestë. S'mbleni unë të bëj protestë. Po unë po të them që aty nuk ka policim. Ju në ke e lëncu. Jo, e ke gabuar. Jo, kjo është... Mandaj, ku filloni ju, ku mbaroni ju dhe ku fillojnë ata tjerë. Se unë e di kush janë ata tjerë. Po puna, janë e di në kush janë ata tjerë. Po Berisha të kishte këllë që e kishte bërë pa ne. Se duhet ta bëj këtu tani? Këllë që me ju prish protest në patja. Këllë që me ju prish protest në patja. Ju asolli arkivolin mes protestës. A i ka pasur gjithmonë këllë. Ju asolli arkivolin mes protestës. Po këtë nuk e di unë tani, se unë nuk po të vetëm po ta policojmë protestës. Tani, në sistemi politik, aty është Berisha, unë besoj që është e gabuar dhe nuk është e drejtë. Ju ke arkivolin? Nuk është Berisha në atë protest, a i do donte shumë të ishte. Kujt është arkivolin? Kujt ishte arkivolin? Deputetet e Berishës janë, se kam parë. As nuk i kam... Shiko, aty ju keni kapur arkivolin, ndërkohë që aty kishte një pasurit të madhe simbolikash. Jo, nuk kam kapur arkivolin. Pra ishte torta. Unë, ajo që vëre, Migen, ajo që vëre, ku i keni kalamaj që vizatonin flamingot? Aty janë. Po ku i tash ne kemi me kamera? Po nuk janë pra aty. Po mirë me dakord kalamajt e Hape live ta tregoj unë ku janë. Hape live ta tregoj unë ku janë. Po të shikosh 14 vetat që janë... Ja ku janë, shikojnë ku janë. Keni live aty, kalamajt. 14 veta sot janë në gjendje të lirë, njëri është në kërkim në lidhje me sulmin e komisariatit. Po të shikosh përkatësinë e tyre, qoftë politike, qoftë të vendbanimit e tjerë lidhjeve që kanë në grupe të caktuara, ti kupton se kush është grupi i dhunës në atë protestë. Dhe janë dy drejtime kryesore. Njëri është politik, po janë distancuar të gjithë nga ato. Njëri është politik, tjetri pastaj i përket, dhe kjo është serioze, i përket grupimeve jashtë kufive territoriale Shqipërisë. Vërtet është. Ja ku janë fëmijë 2 tapete në fund të hartës. Dhe ky është rreziku më i madh. Si ka mundësi ti vjen në Shqipëri, bën akte dhe largohesh me maskë. Po dhe mua nuk të shërë ajo si simbolik tani. Unë për shumë, unë si qytetari, di çfarë do doja, sot juve ti përmende një gjë e përmende si rezultat. Po për mua përdore metrin e politikës vjetë. Ti te sot kemi pasur një rezultat se një deputete ju a kemi hequr. Është ngjarje politike, thash. Brenda Partisë Socialiste kjo gatshme, ajo domethënë ajo ka qenë gatshme me dalë. Ta them unë mendimin tim. Ju është bashkuar, zonjë nuk e njoh fare, po flas vetëm politikisht. Pjella më e dështuar e sistemit politik ku ka firmën Edi Rama. Pse? Një person që nuk ka asnjë lidhje me politikën, që nuk ka asnjë rrënjë me jetën e reale politike, dhe ti e di shumë mirë për çfarë po flas. Që është njëri i ndershëm. Nuk ka lidhje, nuk i hy fare asaj, nuk e hy fare. Unë flas politikisht. Ti mua më fole politikisht. Ai person që i është shkëputur këtyre është krijesa e sistemit të dështuar politik ku ka bashkë firmën Edi Rama, bashkë me Sali Berisha. Dhe unë do t'i bëja presion e thoja hape sistemi politik, se ti në Bashkimin Evropian, me kriteret e Kopenhagenit, ti nuk i përmbush do të kur me këtë sistem elektoral që ke.
Pra doli Rama me arrogancë dhe thatë, unë do ta bëj me 100 deputet. Jo, nuk ta bësh me 100 deputet. Ky duhet të ishte presioni i një lëvizje popullore politike që ta detyronte klasën e vjetër politike ta hapte sistemin. Po ti kur tu Ramës, jep dorëheqje